Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Edhe ne të bëjmë detyrën tonë. Shenja e luanit është shumë e fuqizuar gjatë saj hëne të plot. Ndikimi më i madh për ta, ose më të themi, fokusimi më i madh për ta do të jetë tek çështjet e karrierës, figura që ata kanë në shoqëri dhe krijimi i një autoriteti të dukshëm këtu, i cili do të përkthejë dhe në një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Mirëqenia më e madhe do të vi gradualisht, ose më themi hap pas hapi, si fillim do ta vëmë re tek bota jonë shpirtërore, duke qenë se ata do të vlerësohen njerëz si figurë autoriteti. Pas kësaj, do të fillojnë që të përkthejë dhe në të ardhura shumë të mira materiale. Morali që do të krijohet nga kjo, do të krijojë dhe një balancim shumë të madh tek marrëdhëniet e tyre sentimentale. Në qoftë se deri në këto momente kemi pasur të vështirë që të krijojmë balans brenda marrëdhënieve, sidomos atyre afatgjata brenda martesave, pas në të plot kjo do të bëhet shumë herë më e thjeshtë. Në këto raste, të gjitha atyre që janë tek shenja e luanit, do të këshillohet që të merrni mendimin e femrave. Në qoftë se jeni mashkull, do të këshillohet që të merrni mendimin e partnerit tuaj, partneres, këndjes, ndërkohë që për të gjithë ata që janë femra, do të këshillohet që të merrni mendimin e nënave tuaja. Ky është një moment në të cilin, në qoftë se kemi pikë pyetje dhe nuk kemi mundur që të gjejmë balancën brenda çiftit, kemi pasur shumë kontradikta sepse në këto momente kemi planuar të vendosur pikërisht përballë me shenjën e luanit dhe krijon shumë kontradikta brenda çiftit. Ky është momenti më i përshtatshëm për të zgjidhur këto dhe për të krijuar balancën që na nevojitet në marrëdhëniet tona sentimentale. Ndërkohë që për sa i përket komunikimit, në këto momente është vërtet shumë efikas. Kemi një balancim të dukshëm të jetës tonë, të përditshme, me argëtimin, po ashtu edhe me punën që bëjmë. Për këtë arsye, kemi edhe një mundësi shumë të madhe për të rritur. Do të zgjerohet shumë edhe rrethi jon shoqëror. Do të kemi dhe thellimin e marrëdhënieve, të cilat janë marrëdhënie të ngushta, pra shoqëria jonë e ngushtë, të cilat mund të shndërrohen pak a shumë në marrëdhënie si familjare. Mund të kemi udhëtime të shumta gjatë kësaj periudhe, të cilat vërtet na bëjnë shumë dhe do të përkthehen edhe në të ardhura materiale, sepse mund të kemi prezantime surprizë të cilat do të na ndihmojnë edhe në rritjen tonë në karrierë, po ashtu siç e thash, mund të kemi edhe bashkëpunime të cilat mund të përkthehen dhe në një burim të ri të ardhurave materiale. Për këtë arsye, shenja e luanit është një nga shenjat më të ndikuara pozitivisht. Faleminderit shumë edhe juve. Okej, pra, natën e mirë.